Të dashur besimtar dhe besimtare, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muaj ky i cili është përtej se një muaj i agjerimi. Ai është një shkollë edukative që na ndryshon rutinën e përditshme të jetës tonë. Të jetosh në një jetë të ndershme dhe dinjitoze është ndër përgjegjësitë më të rëndësishme në jetën e një individi. Kjo përgjegjësi nuk matet e nuk kufizohet vetëm në adhurime, por përfshin edhe mënyrën e të menduarit, të folurit, të vepruarit e të qëndruarit me dinjitet në çdo rrethanë e situatë të jetës. Besimtari thirret që vlerat e fesë t'i shndrojë në sjellje konkrete gjatë jetës së tij të përditshme, duke u dalluar për drejtësi, sinqeritet, durim e kontroll ndaj vetvetes, lidhjes me Zotin dhe dashurinë ndaj të tjerëve. Pikërisht për këtë arsye vjen muaji i Ramazanit si stinë shpirtërore dhe shkollë edukative, ku besimtari ka mundësi të ndalet, të reflektojë mbi besimin dhe sjelljen e tij. Agjerimi është ndër adhurimet më të mëdha në fenë islame. Ai nuk matet me ndalimin e ushqimit dhe pijes gjatë ditës, por domethënia e tij shkon përtej kësaj. Ai është një proces i edukimit shpirtëror, që përmes tij formohet karakteri i njeriut dhe përgatit atë për një jetë dinjitoze dhe të ndershme. Njeriu mund të përfitojë 3 dimensione kryesore gjatë agjerimit. Së pari është durimi, i cili është forcë shpirtërore dhe çelësi i çdo suksesi. Ai e bën njeriun të qëndrojë i palëkundur në sprova e i përmbajtur në vështirësi. Kujtojmë që agjerimi stërvit besimtarin për të përballuar sprovat e jetës, kështu që agjerimi nuk mbetet vetëm adhurim fizik, por bëhet trajnim për jetën dhe na përgatit të jemi më të fortë në sfida dhe të qëndrueshëm në rrugën e drejtë në të ardhmen. Së dyti, vetkontrolli, i cili është shumë i rëndësishëm për të përmirësuar gjendjen tonë. Ne përmes agjerimit nuk ushtrojmë të kontrollojmë vetëm stomakun, por ushtrojmë të kontrollojmë edhe gjuhën, shikimin, mendimet dhe veprimet tona. Vetkontrolli i fituar gjatë agjerimit ndërton personalitete të forta, të vetëdijshme dhe të ndërgjegjshme. Një shoqëri ku individët dinë të kontrollojnë veten është një shoqëri më e qetë, më e drejtë dhe më e balancuar. Dhe së treti është pastrimi i zemrës, duke ditur që qëllimi më i lartë i agjerimit është përmirësimi i gjendjes tonë shpirtërore. Prandaj, këtë muaj ta shfrytëzojmë si mjet për pastrimin e zemrës nga smira, egoizmi, mendjemallësia e gjykimet të padrejta, duke mbushur atë me mëshirë, durim, falje e dashuri ndaj të tjerëve.